Me lejen e Allahut Azza wa Jall, vazhdojmë së bashku me një pejgamber të Allahut Azza wa Jall, i cili kaloi sprovë pas sprove, i cili kaloi në për disa sprova të ndryshme në jetën e tij, i cili është i dalluar si i biri i pejgamberit të Allahut Azza wa Jall. Prindi i tij është pejgamber, gjyshi i tij është pejgamber, stërgjyshi i tij është pejgamber. Pra ky është Jusufi alayhi salam. Jusufi alayhi salam, i cili kaloi në sprovën me vëllezërit e tij dhe u hudh në pus dhe e lanë dëvëtmuar, i cili kaloi në sprovën e shitjes tij sikur të jetë një rob, i cili kaloi në sprovën e përballjes me gruan e mbretit dhe fitnën e saj, dhe i cili në fund u sprovua dhe u akuzua dhe përfundoi në burg pa asnjë faj. Allahu Azza wa Jall vazhdon historinë e Jusufit alayhi salam në Kur'an, që pas kësaj, pasi u fut në burg Jusufi alayhi salam, Allahu Azza wa Jall tha: "Wa dakhala ma'ahu as-sijna fatayan." Me Jusufin alayhi salam, aty afër Jusufit alayhi salam, u burgosën edhe dy djem, edhe dy vetë tjerë, të cilët ishin afër tij. Këta të cilët ishin afër Jusufit alayhi salam e pan Jusufin, i cili nuk është sikur tjerët, i cili vetmohet, i cili veçohet, i cili ban shumë ibadet, i cili adhuron Allahun Azza wa Jall, dhe e pan që ky është një njeri i devotshëm, nuk është sikur gjithë ata tjerët të cilët i shohin. Allahu Azza wa Jall tha: "Qala ahaduhuma inni arani a'siru khamra." Kur e pan që Jusufi alayhi salam është pak më ndryshe, është më i dalluar, është njeri i devotshëm, atëherë ju drejtuan me pyetje. I pari i tyre tha: "Unë e kam pa ëndër veten si kur jam duke shtrydh verë, si kur jam duke shtrydh rush për me bo atë verë." Wa qala al-akharu: "Inni arani ahmilu fawqa ra'si khubzan ta'kulu at-tayru min." Ndërsa i dyti tha: "Edhe unë e kam pa ëndër, e kam pa vetveten në ëndër, sikur e mbaj një enë mbi kokën time, ndërsa shpendët hajnë ushqim prej saj. Në bi'na bi ta'wili, na trego kuptimin e këtyre ëndrave. Inna naraka min al-muhsinin, se ne ty të shohim prej njerëzve të mirë. Ne të shohim ty prej njerëzve bamirësa." Na trego kuptimin çka do me thonë ëndra e parë dhe çka do me thonë ëndra e dytë. Atëherë Jusufit alayhi salam, në këtë rast i erdh momenti, i erdh shansa që ta shfrytëzon atë dhe t'ju tregon atyre për dinin Allahut Azza wa Jall. Dhe besimtari duhet ketë parasysh, ka edhe sot në jetën tonë përditshme që neve na bëhet pyetje për një ëndër. Atë bëhet ty pyetje për një çështje e cila ndoshta është shumë larg, ndërsa pyetësi ka nevojë për një temë tjetër. Si duhet veprojmë ne? Marrim sim për Jusufit alayhi salam. Bën pyetje për ëndër, po para se me ia dhon përgjigjen e ëndrës, ngadalë se ti spari ti se njeh Allahun Azza wa Jall. A sot ka për njerëzve të cilët shohin, ndoshta të ban pyetje për mënyrën e namazit, ndoshta të ban pyetje pse ti me mjekër dhe ti pa mjekër, ndoshta të ban pyetje çka ndodh këtu edhe atje, ban pyetje ndryshme edhe ndryshme, ndërsa në realitet ndoshta ai se njeh Allahun Azza wa Jall. Ndoshta ai nuk falet fare, ndoshta ai është larg dinit Allahut Azza wa Jall. Si duhet jetë përgjigja? Jusufi alayhi salam tha: "Qala la ya'tikuma ta'amun turzaqanihi illa nabba'tukuma bi ta'wili." Deri t'ju vjen ushqimi juve që u asjellin me hangër, deri t'vjen ushqimi unë kam ia dhënë përgjigjen. Mirë, po para kësaj përgjigje, para komentit ëndrës,
kam disa fjalë më të rëndësishme se ëndrat e juaja. Fadhalikuma mimma allamani rabbi. Këtë që e tham, këtë dituri në ka ardhur prej Allahut azza wa jall. Inni taraktu millata qaumin la yu'minuna billah wa hum bil akhirati hum kafirun. Unë kam lënë një popull të cilët nuk e besojnë Allah dhe gjithashtu nuk e besojnë ringjalljen. Wattaba'tu millata abai Ibrahim wa Ishaqa wa Yaqub. Dhe unë kam pasu një din, një fe, e cila është feja e Ibrahimit a.s. dhe feja e Ishakut a.s. dhe feja e Jakubit a.s. Ma kana lana an nushrika billahi min shay. Kjo është tema kryesore, kjo është thirrja kryesore. Këtu duhet thehen gjithë. Ma kana lana an nushrika billahi min shay. Nuk na takon neve me I bë shok Allahut azza wa jall në asnjë gjë. Dhe ëndrën unë kam me ta spjegu, unë përgjigje kam me ta dhon ti mos e ki dert, unë kam me spjegu edhe atë që ti e kërkon. Para kësaj nuk I takon Allahut me I bë shirk. Kjo është tema kryesore. Ti spari këtë pyetje duhet me bë. Megjithatë nëse ai ta ban pyetjen e gabuar, ti mos ja jep përgjigjen e gabuar, jep ja njerë përgjigjen e merituar. Nuk I takon Allahut t'i bëhet shirk. Dhalika min fadlillahi alejna wa ala nas. Kjo është prej mirësisë Allahut ndaj neve dhe ndaj gjithë njerëzve. Walakinna akthara an-nasi la yashkurun. Mirë po shumica e njerëzve nuk e falenderojnë Allah. Ja sahibej sijni. O dy shokët e mi që ju kam burg, o shokët e burgut, o ju dy shokët e mi, e arbabun mutafarriquna khairun, amillahu l-wahidu l-kahar, ama mirë është, ama I mirë është Allahu azza wa jall, apo ato zotra që ju I adhuroni pos Allahu. A kush e meriton adhurimin? Allahu, krijuesi I çdo gjëje, apo ato zotra, ato idhuj që ju I keni shpik dhe I adhuroni. Ma ta'buduna min dunihi illa asma'an sammaytumuha antum wa aba'ukum. Ju nuk adhuroni dikant tjetër pos Allahut përveç se disa emra që ju ja keni lënë edhe baballarët e juaj. Ma anzala Allahu biha min sultan. Që Allahu nuk ka zbrit argumente për ta. Inil hukmu illa lillah. Sundimi, gjykimi nuk I takon askujt pos Allahut. Amara alla ta'budu illa iyya. Ka urdhru Allahu mos ta adhurohet askush pos ti. Dhalika ad-dinul qayyim. Kjo është feja e vërtet. Kjo është feja e plot. Kjo është thirrja e saktë. Kjo është thirrja e pejgamberëve të Allahut. Walakinna akthara an-nasi la ya'lamun. Mirë po shumica e njerëzve nuk e din. Jusufi alayhis salam edhe në burg, edhe në sprov nuk harroi thirrjen kryesore dhe me këtë thirrje kanë ardhur gjithë pejgamberët e Allahut azza wa jall. E pasi I thirri Jusufi alayhis salam sparin tauhid, sparin islam, njësim dhe Allahut azza wa jall, pastaj u dha përgjigjen. Tha Allahu azza wa jall, Jusufi alayhis salam ju tha atyre, ja sahibej sijni, o shokët e mi të burgut, amma ahadukuma fayasqi rabbahu khamra. Ti pari, I cili ke pa ëndër me verën, duke përgatit verën, duke përgatit alkoolin, ti ki me I shërby verë mbretit, që do me thonë, ti për pak kohë ki me dal prej burgu. Dhe kimo u kthy në pallatin e mbretit, dhe mbretit kime I shërby verën. Ndërsa ti I dyti, wa amma al-akharu fa yuslabu fa ta'kulu at-tayru min ra'si. Ndërsa ti I dyti do të gozhdohet, do të mbytet, do të pëndohet në dras, do të mbytet dhe shpendët do të hajnë mbi kokën e tij. A këta e kuptimi I dy ëndrave.
i pari do të del, i dyti do të vritet. Qudhiya al-amru alladhi fihi tastaftiyan. Kjo është çështja e cila është çështje e kryer, përgjigje nga pejgamberi Allahut Azza wa Jall. Dhe kjo kështu do të ndodhë. Mirë, po të dy shokëve të burgut sikur nuk u ambushi mendjen kjo përgjigje. A kjo është diçka shumë larg, njëri ka me dalë prej në burg në pallat mbretit, tjetri prej në burg ka me u gozhdu. Kjo sikur nuk u ambushi mendjen atyre. Ndërsa Jusufi a.s. vazhdoi dhe tha: "Wa qala lilladhi dhanna annahu najin minhuma udhkurni 'inda rabbik." Ati i cili i tha ti ki me dal, ti ki me shpëtu, tha kur dalësh prej këtu, për kujton të mbreti. A kur të mbrish atje në pallatin e mbretit, se ti ki me mbri, ki me i shërby mbretit, kur të mbrish aty afër, përmendëm të mbreti. Dhe kjo është argument që dietarët e kanë përmend se lejohet muslimanit kur i bëhet zullum, kur i bëhet padrejti, kur sprovohet, lejohet me kërkujt drejtën e tij, qoftë edhe mbreti, edhe shteti jo islam. A ka drejt me kërku drejtën e tij dhe ti ik zullumit padrejtit. Jusufi a.s. tha: "Përmendëm te mbreti, është një njeri i cili është në burg, nuk ka faj, përkujtoja mbretit." Dhe doli ky djalë prej burgu, doli ky njeri prej burgu dhe shkoi në vend ajo që u dha Jusufi a.s. Doli prej burgu dhe arriti në pallatin e mbretit. Dhe arriti afër mbretit. Mirë po, fa ansahu shejtanu dhikra rabbi. Shejtani ja harroi atij me përmend Jusufin a.s. i cili është në burg. Kur dul për a shumë për njerëzve, kur lirohet për veten e tij, ma i harron tjerët krejt, harroi që ka qenë me dikant afër dhe i ka dhënë përgjigjet që ti ki me dal. E harroi Jusufin. Hini në pallatin e mbretit, filloi jetën e vet. Falabitha fi sijni bid'a sinin. Jusufi a.s. mbeti në burg disa vite. Kanë thonë dietarët për afërsisht 7 ose 8 vite. Jusufi a.s. qëndroi në burg. A personi, shoku i tij vazhdoi jetën, vazhdoi punën. Jusufi a.s. qëndroi në burg. Mirë po, Jusufi a.s. nuk shpresoi as prej mbretit, as prej shokut burgut. Shpresa e tij ishte Allahu Azza wa Jall. Allahu i çoi gjërat, i renditi gjërat që përsëri njerëzit kthehen te Jusufi a.s. Allahu Azza wa Jall tha: "Wa qala al-maliku inni ara 7 baqaratin simanin ya'kuluhunna 7 ijaf." Mbreti, pa ndër shoku i burgut, pa ndër shoku tjetër, Allahu Azza wa Jall i renditi gjëra ndryshe. Një ditë prej ditëve mbreti u ngrit dhe i thiri këshilltarët, i thiri njerëz afër tij dhe ju tha atyre: "Unë e kam pa një ëndër." Atash ëndra e mbretit. E kam pa një ëndër. I kam pa 7 lopë të majme, 7 lopë të mëdhaja. Pas tyre kanë ardhur 7 lopë dopta. Dhe këto lopët e dopta i kanë hangër këto lopët e mëdhaja. Mbreti u habit, kjo është ëndër e çuditshme. Lopët e mëdhaja. Ma vonë disa lopë dopta i hajnë lopë tjera. Jo vetëm kaq. Wa 7 sumbulatin khudrin wa ukhra yabisat. Dhe i kam pa 7 kallin, të cilët janë dëgjelbër, janë të shëndosh, kanë bereqet. Dhe i kam pa 7 tjerë të cilët janë të thatë. Ka thënë dietarët, dhe këta të thatë i kanë hangër këta të cilët janë të plot. Mbreti u habit. Kjo është një ëndër e çuditshme, është një ëndër që nuk e ka. Ja ayyuhal malau aftuni fi ru'yaya in kuntum lirru'ya ta'burun. O ju njerëz, o ju këshilltar, o ju të afërmit e mi, ma jepni komentin e kësaj ëndre nëse ka dikush koment. U ndalën, e menduan
dhe në fund nuk patën asnjë lloj përgjigje. 7 lopë mëdhaja, pastaj ma vonë 7 lopë dopta, i hajnë të tjerat. Kjo s'ka ndonjë logjik. Çka thanë? Qalu adghathu ahlam. A këta janë andra të kota. Dhe se cili njeri sheh andra të kota, s'kan asnjë kuptim, andra që nuk kanë vlerë, s'ka diçka prej tyre. Wa ma nahnu bi ta'wilil ahlami bi alimin. Dhe ne s'kemi mundësi kësaj andre me i dhënë ndonjë koment. Andër e cila nuk ka ndonjë vlerë. Mirë po, Allahu Azza wa Jall dashti, në këtë moment, në këtë sekond, ai shoku i burgut i cili kish harru me vite të gjata shokun Jusufin a.s. burg, në moment ju kujtu Jusufi a.s. pas sa viteve, wa qala lilladhi naja minhuma wa dhakara ba'da ummatin ana unabbiukum bi ta'wili. Ai i cili shpëtoi doli prej burgu, ju kujtu në moment Jusufi a.s. tha, unë u ajap kuptimin e kësaj andre, fe arsilun, më qani deri në burg, më qani atje të vendi, është dikush i cili u ajap kuptimin e sakt kësaj andre. E morën dhe shkuan në burg, dhe kthehet shoku që ta sheh atë shokun e burgut, e sheh Jusufin a.s. ju drejtuan atij duke thonë, Jusufu ejuha siddik. A kështu janë njerëz të mirë, edhe ata që dojnë, edhe ata që s'dojnë, e din që ti çfarë je. O Jusuf, o ti i cili e flet vërtetën, a ti e flet vërtetën, ti e besnik. Jusufu ejuha siddik, eftina fi 7 bakaratin simanin, ya'kuluhunna 7 ijaf. Na jep koment, na jep përgjigje, në andër 7 lopë të dopta i hajnë 7 lopë të majme, wa 7 sumbulatin khudrin wa ukhra yabisa, dhe 7 kallit gjelbër dhe 7 kallit thap. Çfarë kuptimi ka kjo? La'alli arji'u ila an-nasi la'allahum ya'lamun. Ndoshta unë marr një përgjigje dhe kthej atje dhe u atregoj atyre. Ndoshta, se edhe në këtë rast edhe ky person mendoj që kjo është një ëndër paksa e çuditshme. Ndoshta edhe Jusufi a.s. s'mundet me i dhënë përgjigje. Ndoshta e marr përgjigjen. Mirë po Jusufi a.s. i dha përgjigjen në moment. Dhe atë përgjigje e prerë dhe përgjigje e saktë. Tha, qala tazra'una 7 sinina da'aba. Do të mbjellni grur 7 vite. Fama hasadtum fadharuhu fi sumbulihi illa qalilan mimma ta'kulun. 7 vite do të mbjellni mirë dhe bereqetin do të akorni dhe do të haruni atë përveç pak që keni me hangër brenda vitit. Thumma yati min ba'di dhalika 7 shidad. Se pas 7 viteve të para do të vinë 7 vite të vështira. Ya'kulna ma qaddamtum lahun. Në ato vitet e vështira do të hani prej atyre 7 viteve të mira. Illa qalilan mimma tuhsinun, përveç pak prej saj që do të ruani. Thumma yati min ba'di dhalika amun yughathu an-nasu wa fihi ya'sirun. Dhe pas 7 viteve tjera do të vjen vit i cili do të ketë bereqet dhe bollok. Çfarë është kuptimi? 7 lopët e majme, 7 vite bereqet. 7 lopët e thata, 7 vite thatësi të madhe. Këto 7 vite thatësi, nëse ju s'keni rujt kur gjo, do t'i hajnë 7 vitet e bereqetit. Çka do të me bo? Ruje bereqetin. A Jusufi a.s. u dha përgjigjen. Pa ju dhanë kusht, pa ju kërku Jusufi a.s. që unë u ajap përgjigjen me kusht që dal prej burgu. Dhe për këtë e lavdroi pejgamberi sallallahu alaihi wasallam Jusufin alayhis salam. E pastaj tha, wa qala al-maliku utuni bi. Mbreti kur e mori përgjigjen
e pa që kjo është një përgjigje e madhe dhe kuptimi ëndrës ka mundësi tjetë ky kuptim. Atëherë mbreti tha, ma bini Jusufin a.s. këtu në palatin e mbretit. Falamma ja'ahu ar-rasulu qala irji' ila rabbik. Kur ar njeriu që t'i thot Jusufit a.s. se mbretit ka thirr, Jusufi a.s. nuk lëvizi fare. A u adhash përgjigjen? Po. Mbreti? Jo. Jusufi a.s. nuk u ngrit në kam me vrap del prej burgu. Pejgamberi sallallahu alaihi wasallam në një hadith të cilin e ka nxjerrë Imam Buhariu, tha pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, unë isha ngrit dhe kisha dal kahdera. E lavdroj sabrin e madh të Jusufit dhe vendoshmërinë e madhe të Jusufit alayhis salam. Dhe kjo është modestia e Muhamedit sallallahu alaihi wasallam, i cili është vula gjithë pejgamberëve. Megjithatë, Jusufi alayhis salam nuk u ngrit dhe nuk lëvizi dhe nuk doli nga burgu. Është fajsu me zina, është akuzu me turp, është akuzu me gjëra që nuk i takojnë një muslimanit mirë. Mos flasim pejgamberi Allahut dhe ta në fund del prej burgu. Dhe 7-8 vite që ke qenë burg, ajo është dënimi i gabimit. Jo. Jusufi alayhis salam tha, irji' ila rabbik, kthehu te mbreti. Fas'aluhu ma balu niswati allati qatta'na aydiyahun. Inna rabbi bi kejdihin alim. Shko njëherë të mbreti dhe bani pyetje, çka është puna atyre grave që i patëm prej duart dhe gishtat e tyre? Allahu azza wa jall e di mirë kur thën e tyre. Shko njëherë ban pyetje për ato gratë. A e di mbreti kush janë ato gratë? Qala ma khatbukunna idh rawattunna Yusuf an nafsi. Mbreti atër u kthy dhe ju bani pyetje grave dhe bashortes vet, çka ishte puna atëherë në atë kohë kur ju patët problem me Jusufin alayhis salam? Qulna hasha lillah ma alimna alayhi min su. Atëherë pranuan, than Allahu na rujt, kur prej ti një të keqe nuk e kemi pa. Qalet imratul aziz al-ana hasal haq. Gruaja e mbretit u ngrit dhe tha, tash dolin shesh e vërteta. Ana rawattuhu an nafsi. Unë kam qenë ajo, pas sa viteve, unë kam qenë ajo e cila kam vrapu pas ti dhe nuk ka qenë fajtor. Jusufi alayhis salam, wa innahu lamina as-sadiqin, dhe ai ka qenë njeri besnik. Jusufi alayhis salam nuk pranoi pa dal në shesh e vërteta. Dhalika liya'lama anni lam akhunhu bil ghaib. Edhe mbreti mirë le ta di se unë nuk kam qenë tradhtar kur ai nuk ka qenë prezent. Jusufi alayhis salam nuk pranoi del prej burgu përveç se i pastër dhe i kulluar në nderin e tij. Dhe erdhi momenti që Jusufi alayhis salam del prej burgu, ndërsa gruaja e mbretit tha, wa ma ubarri'u nafsi, unë nuk e shfaqsoj veten time, inna an-nafsa la'ammaratun bis-su', vërtet nefsi është ai që e nxit njeriu në punë të këqija. E pranoi fajin, bashortja e mbretit u pastrua i pa faj Jusufi alayhis salam, e atëherë erdhi momenti që del prej burgu. Mbreti tha, wa qala al-maliku utuni bihi astakhlishu li nafsi, ma bini atë këtu afër që do ta mbaj afër meje. Jusufi alayhis salam nga bunari, nga burgu, në pallatin e mbretit, i afërt i mbretit. Falamma kallama, kur Jusufi alayhis salam i foli atij, disa prej dietarëve kanë thënë ja ka përmend edhe një herë çështjen e nderit. Disa prej dietarëve kanë thënë kur Jusufi alayhis salam i foli mbretit, e thiri atë në islam dhe mbreti e pranoi islamin. Kur Jusufi alayhis salam i foli mbretit, mbreti tha, qala innaka al-yawma ladayna makinun amin. Prej këtij momenti, prej sot,
ti je i vendosur në pallatin ton dhe ti do të kesh një pozitë lartë, ti je njeri besnik. Jusufi alayhis salam tha, qala ja'alni ala khazainil ard, ma mundso që unë t'jem në këndin e pasurisë, në çështjen e cila duhet të bëhet 7 vite dhe e cila duhet 7 vite të ruhet, dhe nëpërmjet asaj pasurie do të shpëton i gjithë populli. Atëherë mbreti i dha këtë mundësi Jusufit alayhis salam, që sikur tjetë Jusufi alayhis salam në kulmin e asaj që do të veprohet në pallatin e mbretit dhe gjërat do të shkojnë sipas urdhrave të tij. Allahu azza wa jall tha, wa kadhalika makkanna li Yusufa fil ard, dhe kështu ne e vendosëm dhe i dham pozit Jusufit alayhis salam në tokë. Prej asaj ermicie, prej atij fillimi, prej atyre sprovave, prej burgu, në fund Jusufi alayhis salam në nivelin e mbretit, në mesin e gjithë popullit. Allahu azza wa jall e ngriti Jusufin alayhis salam dhe filluan 7 vitet e bereqetshme. Dhe pas 7 viteve të bereqetshme filluan 7 vitet e vështira, 7 vitet e thatësisë madhe, që Jusufi alayhis salam filloi që ta menaxhon pasurin, jo vetëm për njerëz për rreth, po edhe njerëz të cilët do të vinë prej vendeve tjera që të marrin ushqim. Egjipti në atë vend u bë vend i dalluar, që jo vetëm për vendin, për rrethin, prej gjitha vendeve që ka thatësi do të vinë te Jusufi alayhis salam njerëz që të marrin ushqim. A dhe u dallua, u ngrit vendin këtë mënyrë derisa erdhi momenti. Allahu azza wa jall i rendit gjërat në atë mënyrë që njeriu ndoshta kur nuk e paramendon. Erdhi momenti, njerëz pas njerëz, grupe pas grupe, vjen momenti që të vinë edhe disa njerëz të cilët janë të njohur për Jusufin alayhis salam, mirë po Jusufi alayhis salam është i panjohur për ta. Allahu azza wa jall tha, wa jaa ikhwatu Yusuf, erdhi momenti që të vinë vëllezërit e Jusufit alayhis salam. Subhanallah, ata vëllezër të cilët e hudhën, ata vëllezër që nuk e dashtën, ata vëllezër që e lanë vetmuar, ata që e hudhën në pus, ata vëllezër të cilët kishin armiqësi të madhe, vjen momenti që të vinë pranë Jusufit alayhis salam. Fa arafahum, kur i pa Jusufi alayhis salam 10 vëllezër, kur i pa në moment, i njohu ata. Wa hum lahu munkirun, mirë po ata nuk e njohën Jusufin alayhis salam. Kishin kalu vite të gjata. Jusufi alayhis salam ishte shit, kishte qëndruar në pallatin e mbretit me vite në burg, po 7 vite pastaj të bereqetshme, kishin 7 vite tjera, kohë gjatë, dhe nuk e njohën Jusufin alayhis salam. Kur erdhën, Jusufi alayhis salam i priti në mënyrën më të mirë, e pastaj për çdo deve përgatiti ushqimin e caktuar, në çdo deve ta lën nga një pjesë ushqimi. Wa lamma jahazahum bi jahazihim, kur Jusufi alayhis salam u përgatiti porosinë e tyre, që e kishin porosit për në vendin e tyre, Jusufi alayhis salam ju bani pyetje, prej nga janë, kush është prindi i tyre, a kanë familje tjetër, a kanë ndonjë vëlla tjetër, derisa e mori informatën prej gojës tyre që e kanë edhe një vëlla më të vogël, i cili është Benjamin. Atëherë Jusufi alayhis salam ju nxori kujt dhe tha, qala tuni bi akhin lakum min abikum, e keni marrë porosin, kreti keni gati, herën tjetër dë vini edhe me vllaun tuaj, me atë vllaun e vogël që e keni në shtëpi. Ala tarawna anni ufil kejl, a nuk e shihni që unë u ajap të mirat sa kam mundësi, ju kam dhënë ushqim dhe pasuri, u a kam dhënë gjitha. Wa ana khairul munzilin, dhe unë jam që ju pres mas miri. A ju kam prit mirë po, herën tjetër të vini edhe me vllaun tuaj. Fa illam ta'tuni bi, me bo mos me ardh me vllaun tuaj, fala kejle lakum indi wala taqrabun,
s'keni mundësi me marrë ushqim, s'keni mundësi me marrë asgjë, mos u afroni fare. Herën tjetër kusht, pa tjetër me marrë vllaun me vete. A dhe ky është një kusht i vështirë për vëllezërit e Jusufit a.s. Qalu sanurawidu anhu abahu wa inna lafa'ilun. Kemi mu mundu me lut babën dhe inshallah kemi me marrë. A dhe vëllezërit e Jusufit a.s. pasi i morën porosit e plota, Jusufi a.s. ju tha: wa qala li fityanihi ij'alu bida'atahum fi rihalihim. Jusufi a.s. ju tha: atë pasurin që e kam pru me pagujt ushqimin, merrni edhe atë dhe futni në ushqim. A mos ju merr kur gjë fare. Banja krejt gati edhe lejle të kthehen shtëpinë e tyre. Kur u kthyen than: falamma raja'u ila abihim. Kur u kthyn vëllezërit te Jakubi alayhi salam: ya abana mun'a minna al-kay. O baba jon, këtë herë kena marrë dhe mos kemi mundësi me marrë. Asi kur kjo tjetë hera e fundit: fa arsil ma'na akhana naktal wa inna lahu lahafidhun. Përveç nëse na jep edhe vllaun ton me veti, na i kemi tregu atij mbretit atje që e kemi edhe një vlla. Ka thonë nëse nuk e marrim, ma nuk ka ushqim. Na jep vllaun ta marrim me veti dhe ne do ta ruajmë atë. A këta të cilët e rujtën Jusufin a.s. mirë, po a ka ma siguri për Jakubin a.s. Por vetë se jetë e fështirë dhe gjendja pa ushqim fare dhe gjendja e fështirë, Jakubi a.s. tha: hal amanukum alayhi illa kama amintukum ala akhihi min qabl. Atë ju besoj unë juve sikur që ju besova për vllaun e tij më herët, si t'ju besoj unë juve tash. Fallahu khairun hafidha wa huwa arhamur rahimin. Megjithatë, rujtësi më i mirë është Allahu azza wa jall. Dhe ai është më i mëshirshmi i gjithë mëshirshme. Wa lamma fatahu, e pastaj ende pa i hap thesat e tyre, ushqimin e tyre, ishte kjo bised me Jakubin a.s. Wa lamma fatahu mata'ahum, kur i hapën ato që i kishin marrë, wajadu bida'atahum ruddat ilayhim, e pa që edhe atë pasurin që i kishin dhënë u a kishte kthy përsëri. Kur e pan atë than: ya abana ma nabghi hadhihi bida'atuna ruddat ilayna. O baba jon, çka don më shumë? Jo vetëm ushqimin, edhe pasurin e kanë kthy edhe një herë. Wa namiru ahlana wa nahfadhu akhana. Ne do ta ruajmë, do ta marrim vllaun dhe do ta ruajmë atë. Wa nazdadu kayla ba'ir, dhalika kaylun yasir. Bile nëpërmjet vllaut edhe një deve më shumë, edhe një pjesë e madhe ushqimit më shumë. Kjo është e lehtë inshallah. Jakubi alayhis salam u përgjigj duke thënë: qala lan ursilahu ma'akum. Nuk e lot vjen me juve. Deri kur? Hatta tu'tuni mawthiqan min Allah. Derisa të më jepni besë në Allahun azza wa jall. Unë nuk e la. Vetëm nëse betoheni, keni besë ndaj Allahut azza wa jall, la ta'tunni bi, që do ta sillni përsëri këtu, illa an yuhata bikum, përveç nëse ndodh diçka e cila është caktimi i Allahut. Falamma atawhu mawthiqahum, kur vëllezërit i dhan besë Jakubit alayhis salam, qala Allahu ala ma naqulu wakil, dhe than Allahu për këtë është dëshmitar. Kur i than këto fjalë, Jakubi alayhis salam pranoi që t'ua jep me vete vllaun e tyre të vogël. E pastaj Jakubi alayhis salam i këshilloi duke thënë: la tadkhulu min babin wahid. Kur të mrini atje 11 vëllezër, mos hini nga një derë. Wadkhulu min abwabin mutafarriqa, hini nga dyrë ndryshme. Dhe kështu është prindi për fëmijët e tij. Çdo herë është me derë. 11 burra ti atyre jo ki gajlen. Po prindi ta ka gajlen, edhe nëse i ban ti 20 vite, edhe nëse i ban 30, edhe 40, prindi nuk bëhet rahat. 11 burra mos e ki gajle, prindi e ka gajle.
A dhe kur nuk bëhet rahat? Kur të mbrini mos hini nga një derë, kur t'ju shohin, ka dhënë dietarët, ndoshta ju marrin mësish, ndoshta ju bajnë ndonjë padrejti, ndoshta ju ndodh diçka, ndahuni dhe hini nga derë ndryshme, edhe nëse i ndodh njënit diçka, mos t'ju ndodh krejtve. A Jakubi a.s. nuk ishte i qetë, e pastaj pasi i la që të shkojnë nisen për në Egjipt, Jakubi a.s. tha: "Wa ma ughni ankum min Allahi min shay", unë s'kam mundësi t'ju baj dobi asgjë pos Allahut azza wa jall. Inil hukmu illa lillah, sundimi takon Allahut azza wa jall. Alayhi tawakkaltu wa alayhi falyatawakkalul mutawakkilun. I mbështetem Allahut, atij le të mbështeten ata që duan të mbështeten. Atëherë u nisën vëllezërit e Jusufit a.s. për në Egjipt dhe arritën në Egjipt bashkë me vllaun e tyre të vogël dhe doli që t'i pret Jusufi a.s. Walamma dakhalu ala Yusuf, kur arritën ata te Jusufi a.s. 11 vëllezër arritën te Jusufi a.s. Awa ilayhi akha, Jusufi a.s. ju afru vllau ti të vogël. Kanë thënë dietarët, kur arritën, ju tha Jusufi a.s. let ulen të gjithë afër, derisa të përgatitet porosia e tyre, ushqimi i tyre. U ulen gjithë 2 nga 2, secili vlla me vllaun e tij, gjithë 2 nga 2, dhe e lanë dë vetëm Benjaminin, e lanë atë të fundit të cilin nuk e dashtën prej herët, e lanë ashtu të vetmuar. Atëherë ju afru ati Jusufi a.s. dhe i atëregoj sekretin e madh, i atëregoj çudinë e madhe. Tha Jusufi a.s. Qala inni ana akhuk, o Benjamin, a di kush jam unë jam vllauit Jusufi a.s. Fala tabtais bima kanu ya'malun, mos e ki gajle, mos u mërzit fare por atë që ata e veprojnë. Ky është sekret që ju tregu vetëm Benjaminit, vetëm vllaut ti dhe jo vëllezërve tjerë, e ndajti veç. Dhe pastaj Jusufi a.s. bani gati diçka tjetër, një surprizë, diçka e cila është e veçantë, e cila do të vjen më vonë. Kanë thënë dietarët, kjo ka ndodhur vetëm prej Allahut azza wa jall. Se Jusufi a.s. në hapin e parë që i pa vëllezrit, ishte dash që të vrapon dhe të shkon të atakon babën e tij Jakubin a.s. Megjithatë, kështu ishin të rënditura gjërat nga ana Allahut azza wa jall. Ndajti veç Benjaminin dhe i la vëllezrit që të presin dhe pastaj u abani gati porosin. Tha Allahu azza wa jall: "Falamma jahazahum bijahazihim", kur u abani gati porosin, "Ja'ala siqayata fi rahli akhi", atë lugën, atë mjetin me cilin merret ushqimi, e vendoi dhe e futi te devja e vllaut ti të vogël Benjaminit, e futi dhe e fshehin atë. Thumma adhana muadhdhinun ayyatuha al-'ir innakum lasarikun, kur u ngritën që të nisen, në momentin që dashtën të udhtojnë, bërtiti dikush duke thonë: "O ju njerëz, ju keni vjedhë." Subhanallah, në këtë moment që ata pritën të kthehen te Jakubi a.s. prit një pak, dikush prej juve ka vjedh. Çka kanë vjedh? Qalu wa aqbalu alayhim madha tafqidun, u kthim vëllezrit, u habitën, thanë: "Cila gjë juve ju mungon? Çka ka humb në mesin tuaj që ne e paskim vjedh?" Tha: "Qalu nafqidu suwa al-malik", e keni vjedh atë mjetin, atë matsen e mbretit, e cila ishte prej ari ose prej argjendi. Dikush prej juve e ka marrë atë. "Wa liman jaa bihi himlu ba'ir wa ana bihi za'im", kush e kthen atë, ma mirë le ta kthen, kush e kthen, edhe një deve ka shtesë me ushqim dhe ne e mbajmë fjalën. Kush ka me kthy atë? Atë nuk e din të askush. Atëherë thanë: "Qalu tallahi laqad alimtum ma ji'na linufsida fil ard", pasha Allahun, ju e dini
na s'kemi ardhur me bot tollovia dhe shkatërime këtu. Wa ma kunna sariqin, dhe ne nuk vjedhim. Na nuk jena vjedhsa, na kena ardhur me nder, me marr ushqimin, porosin dhe me u kthy. Ne nuk vjedhim. Atëherë ju bë pyetja, qalu fama jazauhu in kuntum kadhibin. Jusufi alayhis salam e dinte traditën e popullit tyre dhe tha, atëherë cili është dënimi për atë i cili ka vjedhur? A dikush e ka marrë? Nëse e gjejmë, cili është dënimi? Jusufi alayhis salam e dinte mirë cili është dënimi dhe ky në realitet ishte qëllimi. Than qalu jazauhu man wujida fi rahlihi fa huwa jazau. Dënimi atij i cili ka vjedh, vet ai është dënimi. Do të bëhet rob në pallatin e juj. Ndaleni këtu, mbajeni rob, mas i ka vjedh, ai nuk e meriton të kthehet me neve. Kur filluan të kontrollojnë, kur filluan që deve të nxjerrin ushqimet prej tyre dhe të shohin ku është ajo pasuria e arit dhe argjendit, fa bada bi awiyatihim qabla wi'a'i akhi. Filluan që t'i kontrollojnë devet e tyre dhe jo atë fundit vllau tyre më të vogël. I kontrolluan gjitha dhe nuk gjetën askund. Kur arritën te e fundit, thumma stakhrajaha min wi'a'i akhi. Kur arritën në fund te devja e fundit të vllau i vogël, e gjetën atë te devja e tij. A doli. Cili është dënimi? Dënimi është këtë fundit me e mbajt këtu si rob. Atëherë Allahu Azza wa Jall tha, kadhalika kidna li Yusuf. Kështu ne ja përgatitëm Jusufit alayhis salam. Kështu Allahu Azza wa Jall i renditi gjërat që ta ndal vllaun e tij afër vetit. Ma kana li ya'khudha akhahu fi dinil maliki illa an yasha Allah. S'kish mundsi Jusufi alayhis salam ta ndal vllaun e tij në pallatin e mbretit, përveç kur dan Allahu Azza wa Jall. Jusufi si kur tjetë mbret në atë pallat, vllau i vet u ndal afër. Atëherë Allahu Azza wa Jall tha, narfa'u darajatin man nasha wa fawqa kulli dhi ilmin alim. Ne e ngritim disa shkallë atë që dojmë dhe mbi çdo të ditur ka të ditur. A kjo është ajo dituria që njerëzit e shohin. Allahu Azza wa Jall e di edhe atë e cila nuk paramendohet mesin e njerëzve. Allahu Azza wa Jall i amundsoi që ta ndal vllaun e tij Jusufi alayhis salam, cila ish përgjigje vëllezërve. Subhanallah. Qalu in yasrib faqad saraka akhun lahu min qabl. Nëse ky ka vjedh, po edhe vllau i tij më herët kështu ka vjedh. Subhanallah, a vëllezërit të cilët nuk e dashtën fillim dhe nuk e dashtën deri në këtë moment, sikur ky që ka vjedh, edhe vllau i tij më herët Jusufi, edhe ai kish vjedh. Fa asarraha Yusufu fi nafsi. Jusufi alayhis salam e mbajti veten. Heshti, i dëgjoi fjalët, mirë po nuk tha asgjë. E pastaj than, ja ayyuhal aziz. O ti mbret, o ti ilah, o ti me pozit, inna lahu aban sheikhan kebira. Na kemi baban i cili është shumë plak. Ti don me ndal vllaun e vogël, po. Na kemi baban i cili është shumë plak. Fa khudh ahadana makana inna naraka min al-muhsinin. Merë dikant tjetër prej neve, le ndalet rob, vetëm këtë fundit na elen, i kena premtu babës. Na të shohim ti e njeri i mirë, na ban këtë mirë. Mirë, po kjo s'kishte mundësi dhe kjo ishte një padrejtësi e madhe. Tha Jusufi alayhis salam, qala ma'adha Allah. Allahu na ruaj. An nakhudh illa ma wajadna mata'ana 'inda. Ta marrim ne dikant tjetër, ndërsa e kemi gjetë vjedhjen te dikush tjetër. Inna idhan la zalimun. Atëherë ne jemi zullumqar. Nëse ne e ndalim dikant tjetër, ndërsa ky tjetri ka vjedh, ne vërtet jemi zullumqar. E ndali Jusufi alayhis salam vllaun e tij. Falamma stayasu minhu khalasu najiyya. Pasi e pan i humbën shpresat që ai nuk u alen që ta marrin vllaun e tyre, qala kabiruhum. I madhi i tyre, vllau i tyre më i madh tha,
alam ta'lamu anna abakum qad akhadha alaykum mawthiqan min Allah, a nuk e dini ju që ne i kemi dhënë besë Allahut Azza wa Jall që babës ton kemi me ja kthy djalin. Na kemi dhënë besë, si mu kthy tash te baba jon? I madhi vllau i tyre tha: "Wa min qablu qad farrattum fi Yusuf." Edhe ma herët njëjt pa të vepru me Jusufin alayhis salam. "Falan abraha al-ardha hatta ya'dhana li abi aw yahkum Allahu li." Vllau i tyre i madh tha: "Unë nuk kthej. Shkoni ju, unë do të rri këtu deri baba të më jep leje ose deri Allahu Azza wa Jall gjykon diçka. Unë nuk vi, s'muj me ardh te baba jon, ndërsa vllaun ton nuk e kemi me veti. Irji'u ila abikum, kthehuni te baba juaj. Faqulu ya abana inna ibnaka saraq." Kthehuni te baba juaj dhe thoni: "O baba jon, djali yt ka vjedh. Wa ma shahidna illa bima alimna." Dhe ne nuk dëshmojmë përveç se asaj që e kemi pa. "Wa ma kunna lil ghaibi hafidhin." Dhe ne s'kemi mundësi të ruajmë të shehtën. "Was'alil qaryata allati kunna fiha." Nëse nuk beson, let vjen le ta vet popullin në atë vend. Nëse Jakubi alayhis salam nuk beson që djali i tij ka vjedh, let vjen le ta vet popullin aty afër të cilët jetojnë. "Wal-'ira allati aqbalna fiha wa inna lasadikun." Dhe në pallat mbretit let vjen let ban pyetje dhe do ta sheh që ne e themi të vërtetën. Kthehuni te Jakubi alayhis salam. U kthyn vëllezërit e Jusufit alayhis salam, mirë po kësaj here pa vllaun e tyre të vogël. Kur i pa Jakubi alayhis salam, i tregojnë që vllau i tyre ka vjedh dhe vllau i tyre kështu me radhë. Jakubi alayhis salam i tha të njëjtat fjalë që i pa thonë për Jusufin. A dhe kjo është shembull i lartë i durimit për hir të Allahut Azza wa Jall. "Qala bal sawwalat lakum anfusukum amra." Juve nefsi juaj ju ka shty me bën një gjë. Sikur me Jusufin, sikur me djalin tjetër. "Fa sabrun jamil." Do të bëj sabër për hir të Allahut Azza wa Jall. Dhe atë sabër i cili është i bukur, pa asnjë ankesë ndaj Allahut Azza wa Jall. "Asallahu an ya'tiyani bihim jamia." Ka mundësi që Allahu Azza wa Jall të mi kthen krejt bashkë edhe një herë. Subhanallah, pas ka dy viteve Jakubi alayhis salam i thot të fjalë. Subhanallah. "Wa tawalla anha." Dhe u largu prej tyre dhe u akthej shpinën atyre. Jakubi alayhis salam, i cilin pleqëri, i cilin mosh të shtyrë, i cilin mërzi të madhe për Jusufin alayhis salam. Mërzia shtohet me djalin tjetër. Pas gjithë kësaj, Allahu Azza wa Jall tha: "Wa qala ya asafa ala Yusuf." Për mua, për Jusufin alayhis salam. Ish përmallu shumë për Jusufin alayhis salam. "Wa biyaddat 'aynahu min al-huzni wa huwa kadhim." Subhanallah, deri në këtë shkallë qajti Jakubi alayhis salam derisa ju zbardhën syt. Për ati momenti ma nuk shihte Jakubi alayhis salam. Sprove madhe, sprove gjatë. Jakubi alayhis salam bani durim edhe pasi u verbua. Atëherë Jakubi alayhis salam tha: "Qala innama ashku bathi wa huzni ila Allah." Jakubi alayhis salam kishte mbështetje të plot. Tha: "Pikëllimin tim, mërzin time, këtë breng time e lanë Allahun Azza wa Jall." A nuk u anku fare, nuk u mundu fare. Krejt këte e lanë Allahun Azza wa Jall. "Wa a'lamu min Allahi ma la ta'lamun." Dhe unë di nga Allahu atë që ju nuk e dini. E pastaj: "Ya bani yadhhabu fatahassasu min Yusuf wa akhi." O bitemi, subhanallah, pas krejt kësaj që ka kalu, pas kaq viteve, pas kaq provave, o bitemi, ngrituni dhe dilni kërkoni Jusufin alayhis salam dhe vllaun e tij. Jusufi i cili ka vdek moti,
të cilin e ka ngrënë ujku para ku me dica viteve. Hala baba kërkon, shko dhe kërkon e Jusufin, ngrituni dhe kërkon e Jusufin dhe vllaun e tij. Wala tayasu min rauhillah, dhe mos i humni shpresat nga Allahu Azza wa Jall. A ky është një shembull i lartë për secilin prej nesh, për çdo besimtar. Çfarë shpresë duhet ketë në Allah? Ani se kanë kalu vitet, mos i hum shpresat në rahmetin Allah. Innehu la yayasu min rauhillahi illa al-qaumul kafirun, se nuk i hum shpresat në Allahun Azza wa Jall përveç se populli jo besimtar. Besimtari kur nuk i hum shpresat. Atëherë vëllezërit e tij kalojnë një kohë dhe u desh që të shkojnë edhe një herë në Egjipt te Jusufi alayhi salam. Falamma dakhalu alayhi qalu ya ayyuha al-aziz massana wa ahlana ad-durr. Kur arritën kësaj here, than o ti mbret, o ti filan, neve na janë ngushtu punë shumë, a fukarallok, gjendje e vështirë. وجئنا ببضاعة مزجاة, dhe kemi ardhur me një pasuri dobët, s'kemi madhe me pagujt ushqimin për ta vazhdu jetën tonë. Fa awfi lana al-kayl wa tasaddaq alayna, a na mbush pak ato me ushqim sa ki mundsi dhe jep pak sadaka për neve. Inna Allaha yajzi al-mutasaddiqin, se Allahu i shpërblen ata që japin për hir të Allahut Azza wa Jall. Në këtë moment Jusufi a.s. e kuptoi që baba i shtyr në mosh, familja në gjendje e vështirë, fukarallëk i madh. Jusufi a.s. ma nuk pati mundësi që ta mban sekretin edhe motutje. Atëherë Jusufi a.s. ju drejtu atyre duke thënë: Qala hal alimtum ma fa'altum bi Jusufa wa akhihi idh antum jahilun. A ju kujtot juve çka batët bo ju me Jusufin dhe pastaj me vllaun e tij në kohën kur ju ishin ignorancë? A ju kujtot çka keni bo ju me Jusufin? A ju kujtot juve kur nuk e dashtët në shtëpin tua Jusufin a.s. A ju kujtot kur e hudhët atë në buna? A ju kujtot loja dhe kurtha që e banët ndaj babës juaj? A ju kujtot juve Jusufi a.s. Ndërsa Jusufin a.s. në Egjipt si pas tyre nuk e njihte askush, prej nga mbrini lajmi Jusufit a.s. Qalu a innaka la anta Jusuf, than si kur mduket ti e Jusufi a.s. Qala ana Jusufu wa hadha akhi, un jam Jusufi dhe ky është vllau im. Qad manna Allahu alejna, Allahu Azza wa Jall ne ka dhënë gjitha të mirat. Innahu man yattaqi wa yasbir fa inna Allaha la yudhi'u ajra al-muhsinin. Ai i cili ka frikë Allahun dhe ban sabër, Allahu nuk e hum shpërblimin e tij. Un jam Jusufi a.s. dhe ky është vllau im Benjamini. Qalu tallahi laqad atharaka Allahu alejna wa in kunna la khatiin. Pasha Allahun, ne kemi qenë gabim dhe ne e pranojmë faj. A vinë gjërat me radhë, ka rast se njeriu mërzitet, vinë gjërat me kohën, krejt do të vinë vendin e vet. Bashortja e mbretit e pranojnë fajin. Vjen koha dhe vëllezërit e Jusufit e pranojnë fajin dhe kërkojnë falje. Qala la tathriba alaykum al-yawm yaghfiru Allahu lakum wa huwa arhamur rahimin. Mos e keni der, nuk ju fajsoj unë juve sot. Allahu a falt, Allahu është mëshiruesi më i madh. Jusufi a.s. pas gjithë kësaj që e kaloi në fund, fal ju qoftë. Kështu janë pejgambert Allahut Azza wa Jall. Idhhabu bi qamisi hadha, merr në këmishën time dhe merr në këtë dhe shkoni fa alquhu ala wajhi abi yati basira. Me këtë mish shkoni te baba jon, shkoni te Jakubi a.s. dhe jepjani le t'i fshin syt me te. Allahu Azza wa Jall do t'ja kthen shikimin.
wa'tuni bi ahlikum ajma'in, dhe herën tjetër të mvini krejt familja komplet. Subhanallah, gjithë të gjëra ndodhin me caktimin Allahut azza wa jall. E marrën këmishën duke qenë në Egjipt. Jakubi a.s. duke qenë në vendin Kenan, në Palestinë. Ka thënë dietarët 8 net udhtim i asaj kohe. Inni la ajidu riha Yusuf. Reagoi Jakubi a.s. Këtë moment, hala pa u nis djemtë e tij që t'i aqen këmishën. Jakubi a.s. me njerëz të familjes afër tha: Inni la ajidu riha Yusuf. O ju njerëz, unë jam duke nuhat erën e Jusufit. Subhanallah, kaq i larg, pas kaq viteve, pas gjithë kësaj sprove të madhe, unë jam duke nuhat erën e Jusufit. Laula an tufannidun, nëse ju nuk kam llogaritni që unë nuk e di çka flas. Ju keni mundësi me thonë çka doni, ama unë erën jam duke nuhat. Subhanallah, qalu tallahi innaka lafi dalalika alqadim. Familjarët i thanë pashallah, ti hala je në devijimin e vjetër, ti hala merresh me Jusufin pas sa viteve që kanë kalu, çdo gjë ka përfundu, hala erën e Jusufit e përmend. Vërtet ti je në dalaletin e vjetër që je tek pas Jusufit a.s. dhe nuk e di që gjërat kanë ndryshu dhe Jusufi a.s. ka përfundu. Kaloi një kohë derisa erdhi momenti që vëllezërit arrin në shtëpinë e tyre te Jakubi a.s. Kanë thonë dietarët, ai i cili e çoi atë këmishën e gënjeshtrës, ai dashti që ta merr këmishën e përgëzimit. Ai i cili e çoi këmishën me gjak për ta mashtru babën e vet, dashti që ai ta merr këmishën dhe ta gëzon babën e vet. Tha Allahu azza wa jall: "Falamma an jaa al-bashiru", erdhi momenti, erdhi përgëzimi dhe erdhi përgëzuesi dhe ja dhan këmishën e Jusufit Jakubit a.s. Alqahu ala wajhi, e mori Jakubi a.s. këmishën dhe i fshiu syt dhe e puthi atë, e mori atë në fytyrën e tij. Allahu azza wa jall tha: "Fartadda basira", ju kthi shikimi edhe një herë Jakubit a.s. Qala alam aqul lakum inni a'lamu min Allahi ma la ta'lamun. A ju kam thonë juve, unë e di prej Allahut atë që ju nuk e dini. A ju kam thonë. Jakubi a.s. ishte ai i cili ishte i mbështetur vetëm në Allahun azza wa jall. Atëherë ju drejtun djem duke thonë: "Ja abana, istaghfir lana dhunubana inna kunna khati'in." O baba jon, na fal gabimin. A krejt që ka ndodhë del në shesh. Na fal gabimin, ne kemi qenë gabimtar. Qale saufa astaghfiru lakum rabbi innehu hua al-ghafurur rahim. Tha do të kërkoj falje të Allahu azza wa jall për ju. Allahu është falësi më i madh. E pastaj u bën bash gjithë familja, prind, vëllezërit dhe të gjithë së bashku do të nisen për në Egjipt. U nisën për në Egjipt dhe arritën në vendin ku do të atakojnë djalin e tyre dhe vllahun e tyre Jusufin a.s. Allahu azza wa jall tha: "Falamma dakhalu ala Yusuf", kur erdhën familja në pallatin e mbretit, awa ilayhi abawayhi, i mori Jusufi a.s. i afroi prindët e tij, i uli në pallatin e mbretit. Wa qala dkhulu Misra insha Allahu aminin. Hini në këtë vend nëse don Allahu, jeni të sigurt. I uli ata afër vetit. Wa rafa'a abawayhi ala al-arsh, i ngriti në pallatin, në fronin e mbretit prindët e tij. Kur u bashkuan gjithë prind edhe vëllezërit, gjithë familja te Jusufi a.s. wa kharru lahu sujjada. Në këtë moment gjithë i ranë sejdë Jusufit a.s. Gjithë familja i ranë sejdë. Jusufi a.s. tha: "Ja abati, hadha ta'wilu ru'yaya min qabl." O baba im,
Kjo është ajo ëndra që e pata pa ma herët. Ju kujtat ëndra që dielli, edhe hana, edhe 11 yje i bin sejdë Jusufit vogël. Kjo është ajo ëndra që baba, edhe nana, edhe vëllezrit i bin sejdë Jusufit a.s. Dhe kjo ka qenë në kohën e Jusufit a.s. dhe disa pejgamberve, dhe e cila është ndaluar në sheriatin e fundit Muhamedi sallallahu alaihi wasallam, që njeriu t'i bjen sejdë. Në atë kohë ka qenë lejuar që njeriu në shenjë respekti t'i bjen sejdë dikujt. Në këtë ummet është haram që njeriu t'i bjen sejdë dikujt, qoftë edhe për respekt. Inni ra'aytu ahada 'ashara kawkaba, un i kam pa ëndër 11 yje. Qad ja'alaha rabbi haqqa, Allahu azza wa jall e bani realitet. Atë ëndër që e kam pa në fillim, Allahu e bani realitet në fund. Wa qad ahsana bi idh akhrajani min as-sijn. Jusufi a.s. i përkujtojt mirat për Allahut azza wa jall. Allahu ndihmoj kur dola prej burgu. Wa jaa bikum min al-badwi min ba'di an nazagha ash-shaytanu bayni wa bayna ikhwati. Dhe Allahu ju solli juve këtu që të takon gjithë bashku pas asaj armiqësie që ishte me vëllezërit e mi. Allahu azza wa jall i amundsoi Jusufit a.s. që ta takon babën e tij dhe t'i takon fund vëllezërit e tij dhe të bashkohen gjithë familja edhe një herë. Allahu azza wa jall i amundsoi Jusufit a.s. që në fund të arrin kënaqësinë e bashkimit gjithëve, duke qenë i pastër në nderin e tij, në moralin e tij, në sjelljen e tij dhe në imanin e tij. Dhe pas një kohë vjen momenti që Allahu azza wa jall i merr shpirtin Jakubit a.s. dhe pastaj më vonë edhe Jusufit a.s. i cili e lë emanet para vdekjes që trupin e tij ta marrin nga Egjipti dhe ta çojnë në vendin e tij ku ka jetuar më herët ai dhe baba i tij, dhe ku janë varros baballarët dhe gjyshrit e tij. Dhe kjo do të ndodhë në kohën e Musait a.s. për cilën do të flasim nëse Allahu azza wa jall na mundson. Pra secili prej neve nga ky tregim i gjatë dhe i rrallë dhe i mirë dhe i këndshëm nxjerr dobi të shumta dhe përfitime për jetën e tij të përditshme. Megjithatë ne mund përmendim shkurtimisht dobit që nxjerren nga ky tregim. Spari mësojmë çfarë mbështetje duhet ketë besimtari në Allahun azza wa jall. Mbështetjen që e pati Jakubi a.s. dhe mbështetjen që e pati Jusufi a.s. Dy, mësojmë që në jetën tonë përditshme duhet kemi shumë shpresë në Allahun azza wa jall. Besimtari nuk i shpresat çka do që të ndodhë dhe sa do që të ndodhë dhe sa do që të shtohen vështirësitë, shpresa në Allahun azza wa jall ekziston çdo herë deri në fund. 3. Rreziku i gënjeshtrës. Vëllezërit e Jusufit a.s. e formulun dhe e bën planin dhe e bën kurthën dhe gënjien dhe menduan që çdo gjë përfundoi me atë. Jusufin a.s. e ka ngron ujku, megjithatë gënjeshtra i ka këmbët e shkurta. Ka mundësi që nuk del sot, ka mundësi do të del pas kumedit sa viteve. Mirë, po gënjeshtra është çështje rrezikshme. Andaj besimtari merr mësim që kjo mos jetë cilësi e tij asnjëherë. 4. Pendimi dhe kërkimi i faljes qoftë edhe vonë. Vëllezërit e Jusufit a.s. gabuan dhe gabimi ishte i madh dhe gabimi ishte i rëndë. Megjithatë në fund u pendun te Allahu azza wa jall dhe i kërkuan falje babës dhe i kërkuan falje vllaut. Dhe besimtari i mirë, edhe nëse ka kalu shumë gjëra në jetën e tij dhe sado që të jenë gjunat e tij të mëdha, duhet pendohet dhe të kërkon falje te Allahu azza wa jall. Dhe e fundit, falja për hir të Allahut azza wa jall. Dhe kjo është një mësim i madh për secili prej nesh. Çka ndodhi, çka i bën vëllezërit Jusufit a.s. dhe çka na ka bën neve dikush. Me marrë vogël, me hudh në bunar dhe me nxjerr lajmin që ka vdek dhe me lon dhe me shit vllaun e tyre, me ta bë ty dikush, aja kishe fal. Me ma bë mu dikush, duke qenë unë i vogël, me më gjyt në bunar, pas do viteve marrë me thonë ma bën halal. Kur halal se ki? Pse? Ne i kemi zemrat e ngushta. Kjo është një mësim i madh.
Jo vetëm kaq, neve s'na ka bëu kështu kurkush, neve një fjalë, na ka atë kujtohet, 2 fjalë, një diçka e thjesht dhe ne vështirë kemi me ja bë halal, ose ja bëjmë halal me gjuhë, pastaj pas nesër ja përmendim përsëri gabimin që e ka bë, dhe kjo Jusufi alayhis salam na mëson zemrën e gjerë. Edhe nëse ndodh ku me diçka, ai i cili pason pejgambert Allahut e mëson që në jetën e tij duhet ketë zemër të madhe. Njerëz të mëdhej i kanë zemrat e mëdha dhe janë gjendje të falin shumë, qoftë edhe deri në këtë shkallë. Andaj ne kemi nevojë sidomos sot me vëllezërit familje dhe me vëllezërit në Islam dhe me gjithë kemi nevojë të falim shumë, edhe pse për fat ke shumë raste zemrat tona janë ngushta. Ne lutim Allahun Azza wa Jall, Allahu na bën prej atyre që i mbështetemi Allahut, Allahu na bën prej atyre që kemi shpresë në Allahun, Allahu na bën prej atyre që pendohemi te Allahu, Allahu na bën prej atyre që jemi në gjendje ta falim njëri tjetrin për hir të Allahut. Walhamdulillahi rabbil alamin wa subhanaka Allahumma wa bihamdik ashhadu an la ilaha illa ant astaghfiruka wa atubu